Të fillojmë. Të nderuar gazetarë, faleminderit shumë që jeni përgjigj pozitivisht ftesës sonë për një adresim të radhës ndaj opinionit publik në ditën e fundit kur mund ta zgjedhim presidentin e ri të Republikës së Kosovës, meqense sonte në mesnatë s'ka dhënë afati i përcaktuar me kushtetut dhe me akt gjykim të gjykatës kushtetuese. Ju e dini që lëvizja vetëvendosje, unë si kryetari i saj, kemi bërë një mori ofertash për Lidhjen Demokratike të Kosovës, për Partinë Demokratike të Kosovës. Mirë po deri më sot të gjitha propozimet tona kanë hasur vetëm në refuzimet e tyre. Në anën tjetër nuk kemi pas asnjë propozim nga pala tjetër se si të dalim nga ky gërsh, nga ky krizë. Në një mend kemi fituar 51.1% të votave qytetarëve. Vetëvendosja me partnerët e saj, Partinë Guzo dhe Partinë Alternativa, një mend i ka 57 deputet, një mend mazhoranca i ka 66 deputet, edhe me pakicat që kanë deputet në Kuvendin e Republikës. Mirë po, përgjegjësia për t'i dhënë Republikës së Kosovës institucionet e saj të plota, me këtë rast përveç kryesisë së Kuvendit dhe qeverisë edhe presidentin e Republikës, nuk është vetëm e fituesit, nuk është vetëm e mazhorancës. Pra, edhe për opozitën ka përgjegjësi në konstituimin e institucioneve, në përmbushjen e të gjitha përgjegjësive tona si pjesëmarrës e vendimarrës, si përfaqësues të vullnetit qytetar në institucionet e sistemit. Andaj kemi bërë thirrje, kemi bërë propozime, kemi kërkuar takime, mirë po nuk kanë qenë të suksesshme deri më tani. Asnjëra për fajin e lëvizjes vetëvendosje dhe të mazhorancës, që të gjitha për shkak se propozimeve tona janë përgjigjur me refuzime. Nata e mbrëmshme dëshmoi që Republika e Kosovës mund të ketë presidentit të rej. Ajo është doktorja Feride Rushiti. Me qenë se në kuti, me votim të fshehtë, i kishte 63 vota. 63 vota në një kuvend me 120 deputet është shumica. Pra, Feride Rushiti i ka votat për presidente. Ajo çfarë nuk është kvorumi në kuvend. Kuvendi nuk po ka kvorum, ndërkaq Feride Rushiti i ka votat. Mos harroni që 63 vota të fshehta janë më shumë se sa votat e qeverisë thashë 2 dhe janë më shumë se sa qeveria e Panit me Haradinën kryeministër. Plus janë vota nga votimi i fshehtë që janë më të vështira se me ato me votim të hapur. Pra, Feride Rushiti i ka votat për presidente. Ajo çfarë nuk kemi është kvorumi në kuvend. Jo për fajin e mazhorancës, për fajin e partive opozitare. Dhe besoj që të gjitha keni vrejtur që 4 parti mungojnë në kuvend. PDK, LDK, AK, Lista Serbe. Por shumë më tepër ka prani të partive në kuvend se sa të atyre që mungojnë. Përveç vetëvendosjes me partner, i keni edhe partitë e pakicave. Pra për nga numri partive, jo vetëm për nga numri deputetëve, por edhe për nga numri partive, ne jemi më shumë në kuvend se sa jashtë. Pra merreni me mend çfarë paradoksi është ky. Më shumë keni deputet në sallë se jashtë, dhe më shumë keni parti brenda kuvendit se sa të atyre që bojkotojnë për jashtë, e me gjithë këtë ndodhemi në këtë ngërç apo krizë institucionale për shkak të moszgjedhjes së presidentit që na shpije në zgjedhje të reja të përsëritura të panevojshme. E të cilat kushtojnë së paku 10 milion euro, plus 10 milion euro nga financimet e munguara të Bashkisë Ndërkombëtare, për shkak se nuk do të kemi kuvend i cili funksionon dhe miraton. E tash, në këtë situatë, unë shumë jam përballur me interesimet dhe pyetjet e juaja lidhur me atë listën e Lidhjes Demokratike të Kosovës me 15 nënshkrime, e cila kishte datën e pardjeshit, mbrëm, por edhe nuk kishte emër sipër se për kë janë ato 15 nënshkrime. Pasi që
përfundoj edhe ky vazhdim i një seance që s'po përfundon e do të vazhdoj në ora 23. Unë kam komunikuar me një herë me kandidatën profesoreshën Hatigje Hoxha dhe kam biseduar me të, me që rast ajo është dakorduar që të tërhiqet nga kandidatura nëse Lidha Demokratike e Kosovës i sjell 15 nënshkrime për kandidatin e saj kushdo që është. Me atë rast, lëvizja vetëvendosje i plotëson edhe 15 nënshkrime të tjera nga mazhoranca, me qenë se tash lirohen ato nënshkrime me tërheqjen e Hatigje Hoxhës, dhe në këtë mënyrë do ta kishim një kandidat nga shoqëria civile dhe një kandidat nga Lidha Demokratike e Kosovës dhe sonte le ta zgjedhim presidentin apo presidentin e ri të Republikës. Pra, këtu jam në katin e dytë të kuvendit, te zyra e lëvizjes vetëvendosje, C202, shpresoj ta gjironi, këtu mund të më gjej Lidhja Demokratike e Kosovës, për të mi sjell 15 nënshkrime me emrin e kandidatit të tyre për president. 15 nënshkrime ata, tërhiqet Hatigje Hoxha, i shtojmë edhe 15 nënshkrime, edhe kualifikohet një kandidat i LDK-s për president, edhe në këtë mënyrë i futemi garës sonte, edhe nuk ka nevojë që të shkojmë në zgjedhje në këtë pranverë. E tash, Hatigje Hoxha pra ka shprehur gatishmërinë dhe unë jam mirënjohës se falenderoj për këtë çështje të saj që të tërhiqet në rast se na vinë këto 15 nënshkrime nga LDK-ja me emrin e kandidatit dhe me datën e sotme. Kërkoj që data me qenë sot, jo në datë tjetër, ashtu, pardje, s'ka pardje. Sot, 15 nënshkrime, emri i kandidatit, zyrtarisht, unë këtu i pres C202, kati i dytë në ndërtesën e Kuvendit të Republikës. Tash, edhe diçka krejt në fund, para se t'ju përgjigjem pyetjeve t'juaja, mund të mos i kenë 15 nënshkrime. Nashta i kanë 14. Po, nëse si kanë 14, nështë e kanë 13. 14, 13, sot i kanë letë me binë. Unë i marr ato edhe çka mungojnë i plotësoj. A e kupton? Veç letë na sjellin kandidatin e tyre Lidha Demokratike e Kosovës, ne ja plotësojmë çka i mungojnë. Tash, teorikisht e teknikisht ata i kanë të gjithë kandidatët, por i kanë të gjithë nënshkrimet për kandidatin e tyre. Por nëse mungon ai një, se këshyrim na për një deputet a 2, letë na i sjellin, i plotësojmë dhe vazhdojmë. Po urdhë. Benjamin Kurti prej gazetës ekskluzive, se vlerësoni që opozita po rrin në objektin e kuvendit dhe nuk po vinë seancë? Ju e dini që mu po akuzojnë shpesh jo diktator, jo autoritar. Tash para mendoni mu përgjigjun edhe në emër të opozitës, çfarë do të thojë? Kjo është pyetje për ta. Pra ju lutem pyetni ata pse rrini të strukur në përzyrat në kuvend e nuk vini në sallën e kuvendit ku mbahen seancat plenare, e sonte është mundësia e fundit për ta zgjedhur presidentin. Kandidatit televizjes vetëvendosje përveç nënshkrimeve që e keni thënë nga fillimi. Ata thanë që së pari nuk është televizja vetëvendosje institucioni që duhet të dorëzohen nënshkrimet, edhe që ju personalisht ose si subjekt politik e keni probleme me Vjosa Osmani. Cili është problemi juaj me Vjosa Osmani? Edhe çka i siguroni tjetër përveç 15-14? Asnjë problem ne nuk kemi me asnjë kandidat që na sjell LDK-ja. Vetëm let na i sjellin 15 nënshkrime, pa dhe 14 ose 13, vetëm let na i sjellin me datë sotit dhe me emrin e përçarshëm, dhe mandej kur të vinë ne ja plotësojmë çka i mungojnë. Në kuti votimi është i fshehtë. Ne do të ulemi prapë e do të bisedojmë. Mirë po i do të ta kuptoni që nuk jam unë kurfar personi i cili shikon edhe brenda kutive. Unë nuk e kam ditur sa vota mbrëm do t'i ketë Feride Rushiti. Jo e pat. Një vot ishte e pavlefshme, 6-3 Feride Rushiti. Pra unë nuk mund ta di se si votojnë. Dhe me këtë rast, edhe njerë po them, ne ja mundsojmë Lidhës Demokratike të Kosovës që të kualifikohet për të aplikuar dhe ta kemi garën për prezidentin.
A ja bëni ato pozita që janë njoftuar në fillim kryetarit të LDK-s në rast se vjen në shkrime që po i Kryetari i LDK-s i ka refuzuar ato oferta. Tash do të ishte një mos respekt i thellë nëse unë i arris sjell çka ka refuzuar. Ai duhet t'i kërkoj ato. Por ato i ka refuzuar në mënyrë kategorike. Dhe tash jemi në orët e së shpejtja dhe minutat e fundit. Prandaj, ajo çfarë mund bëjmë tash është çka ju mungon prej nënshkrimeve e kanë garanci vetëvendose. Edhe kur t'ja Osmani në pas. Do pranoni edhe Vjosa Osmani në do ishin edhe 15 nënshkrime nga ana ju, nëse janë 15 nga Lidhja Demokratike e Kosovës dhe kandidate është me emër me datë i sotit Vjosa Osmani. A do pranoni kjo? Do ta pranoni. Pra, vetëm let na e sjellin, ne nuk, vetëm një moment, të përgjigjem tash. Kam përshtypjen që kur s'po ju pëlqen përgjigjja, po dëshirojmë ma ndërprejmë një pyetje të re. Po, veç një sekond. Dikush që s'na i ka tregua 15 nënshkrime për kë janë, me kërku garans për 66 vota, ku janë aq shumë parti e aq shumë deputet, të cilët ju e pat edhe mbrëm dikush e bëri të pavlefshme, ajo çfarë po kërkoni ju është diktaturë. Po, a kuptoni, por atëria përcjellni atij se s'po muj me taku. Po, edhe njerë, ne fare nuk e kemi problem, Lidhja Demokratike e Kosovës, kë e sjell si kandidat, veç let na i sjell në nënshkrimet, një herë thash 15, po edhe 14 a 13, sot kanë qellu, do t'i morrin. Faleminderit shumë për këtë konferencë për media, unë këtu jem. Minister,